Ky është një nga livadet ku do kaloni në maratonën e 5 majit dëshmorët e kombit. Disiplina e 21 kilometrave do të kaloj këtu. Dhe për të arritur deri këtu u desh goxha punë intensive nga skuadra e Maraton Albanias. Me shat, me shar, me gërshër, me sprite, dhe jo vetëm, por dhe me të gjithë reglat e tjera të nevojshme për shenjestrimin e një rruge. Këto janë shenjat të cilët kur i bie ndriçimi natën, to ndriçojnë. Pra mund të bëni dhe këtë shteg natën o njerëz. Këto janë shiritat që zakonisht markohet një garë malore dhe gjithçka tjetër në dispozicion të komunitetit sportiv. Shikoni livadet, shikoni këto rrethina që ne bëjmë servitje dhe dëshirojmë ta ndajmë me të gjithë komunitetin sportiv. 5 maj po vjen, në qoftë se nuk e regjistruar, klikoni në www.maratonalbania.al, zgjidhni garen që dëshironi, një ndër të gjitha ato që organizon Maraton Albania dhe regjistrohu. Afroj qik nga që këtu, këto janë ndërshenjat që do të hasni në garën dëshmorët e kombit në datën 5 maj. Njerëz, gjumoni shenjat, ndiqni pasionin dhe do të jeni një ditë në parajs, deri në lumin e Zem. Japim dorën e fundit garës e 5 majit. Gjumoni shenjat, të gjumoni ritmin, po ashtu dhe pasionin. Kjo është pamja e medaljes së personalizuar për çdo atlet në garën e 5 majit. Half maratona dëshmorët e kombit.
Jemi duke dhënë dorën e fundit të dekorit të garës më fantastike që organizon Maraton Albania. Pesë maj po afron, ne jemi gati. Po ju. Jemi në procesin e dekorimit të një nga pistave më fantastike që do të bëhet gara e 5 majit. Jemi pikërisht në atë fazë ku me fjarmurët e Maraton Albanias do të tregohet drejtimi. Dhe që këtu vazhdojmë direkte në lyerjen me logon e Maraton Albanias e më pas në shigjetimin e tabelave. Një punë që kërkon goxhako, një punë që realisht kërkon një impenjim dhe pak talent, duhet thënë. Fillojmë me markimin. Jemi gati. Edhe pak këtu anë. Po. Heqim kallopin dhe del shënjestruesi i radhës. Këto të gjitha do mundohemi të kapim nëpërmjet kapseve, në çdo vend ku të mundemi, do vendosim dhe sinjalistikën e dorë. Dhe vjen ai momenti i bukur ku fituesve do i jepet kupa dhe kam nderin dhe kënaqësinë që t'i bëj me duart e mia pjesën e fundit të kësaj pune, të ngjisë vendin e parë, vendin e dytë, vendin e tretë për femra dhe për meshkuj në çdo disiplinë. Një punë e bukur, një punë që mendoj se çdo vrapues e meriton një kupë të tillë. Dhe sapo kam përfunduar vendin e tretë në 10 kilometra për femra. Puna vazhdon me intensitet, jemi gati për ditën e nesërme. Vendi i tretë në 10 kilometra për femra sapo u bë. Vazhdojmë me kupat të tjera të disiplinave të tjera. Passa direkt.
Pesë e parë. Bravo ekipit më të bukur, bravo, 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 bravo! Super di stop, super di stop. Shkojmë shtegu, nga gara e 5 maj kishe shenjat më të bukura në botë. Shenjat që drejtuan të gjithë sportistët. Puna vazhdon me të njëjtin intensitet, sot data 6 maj, sapo ka mbaruar gara më e bukur, gara e 5 majit e dëshmorëve të kombit. Aksioni vazhdon, tashmë në një tjetër dimension në heqjen e të gjithë shenjave drejtuese që kanë drejtuar atletët e të dy disiplinave, 10 dhe 21 km. Besoj se e mbani mend dhe keni fiksuar mirë këtë dishezën e fundit para se të futeni në liçenin e Xhabrahimit ose liçenin e Thatë. Shpresojmë të ritakohemi në edicionin e radhës në 5 maj të 2026. Suksese, urime të gjithëve dhe pa diskutim jeni më të mirët në botë. Shkojmë shtegu, nga gara e 5 maj kishe shenjat më të bukura në botë. Shenjat që drejtuan të gjithë sportistët. Back it back, yeah, on dit qu'un bad boy. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rodées.